Ishte kjo një javë ku hodhëm një tjetër hap të rëndësishëm për sigurinë dhe pavarësinë tonë energjetike. Nënshkruam një marrëveshje strategjike bashkëpunimi për zhvillimin e qendrës energjetike të Vlorës dhe furnizimin me gaz të lëngshëm natyror të Shqipërisë në partneritet ngushtë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pas investimit domethënës për plotësimin dhe transformimin e TECit Vlorës, një strukturë e cila ka nevojë të plotësohet me komponent tjetër, por që ishte ndërtuar të punonte me naftë dhe do të punojë në fakt me gaz, Shqipëria do të furnizohet me gazin e lëngshëm amerikan për një periudhë 20 vjeçare dhe përmes TECit Vlorës do të prodhojë energji elektrike duke krijuar një bazë të qëndrueshme për portofolin e diversifikuar të sovranitetit të saj energjetik. Bashkë me këtë burim energjie, do të rritet ndjeshëm edhe volumi i investimeve të reja, si edhe kapaciteti i Shqipërisë për të ushqyer me energji qendrat kompjuterike të dënave apo programet e inteligjencës artificiale që do të përcaktojnë dekadën e ardhshme. Vlora do të kthehet kësaj në një nyje të rëndësishme, qoftë për shfrytëzimin, po qoftë edhe për eksportin e gazit përmes TAP-it, sepse pjesë e kësaj marrëveshje është e investimi për lidhjen me tubacion të Vlorës me Fierin ku ndodhet dhe gazsjellsi Trans Adriatik.